Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjejnë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lutim Allahun xhallahu ala që të na jap sukses dhe të na mundson që të kuptojmë drejt atë që ai ka kërkuar për neve ta kuptojmë drejt, ta praktikojmë si duhet dhe të na shpërblen Zoti xhallahu ala ditën e takimit me të. Po vazhdojmë sot me lejen e Allahut azza wa jall me takimet e radhës të zakonshme me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Allahu te baraka ve taala e ka emërtuar vetën e tij me emra të ndryshëm. Sikur që e kemi përmendur dhe ndëruar këto emërtime nganjëherë mund të klasifikohen në bazë të asaj që aludojnë. Prandaj kemi emra që aludojnë në falën e Allahut azza wa jall, kemi emra që aludojnë në fuqinë e Allahut azza wa jall, kemi emra që aludojnë në mirësinë dhe bujarinë e tij kështu me radhë. Dhe gjitha ato emra që renditen në ndonjë kategori të caktuar nuk janë përsëritje, apo edhe pse kanë ngjashmëri mes vete, por ato aludojnë në diçka tjetër përtej asaj që mund dikush mendon se janë të ngjashme. Prandaj nëse Allahu xhallahu ala për shembull për ta dëshmuar falën e tij ndaj robëve të tij e bën këtë përmes shumë emrave, çdo emër e zgjeron këtë mirësi të Allahu xhallahu ala ndaj robëve të tij. Andaj nëse Allahu xhallahu ala ka emër tjetër që dëshmon dhe aludon në fuqinë e tij, sa më tepër emra që kemi në këtë drejtim, aq më tepër goditje për zemrën për ta dëshmuar dhe për ta parë dhe për të vërtetuar për sa afërmi me fuqinë e Allahut azza wa jall. E kështu me radhë me gjitha kategoritë e emrave të Allahut xhalla xhelaluhu. Nëse robët e Allahut azza wa jall kanë nevojë për çdo emër të Zotit xhallahu ala, që u mëson dhe u tregon realisht përfitimin e tyre nga Zoti xhallahu ala dhe e njohin përmes tij Allahun azza wa jall. Mirë po, si krijesa të dobta, si njerëz që harrojnë shpejt, habiten pas begative, habiten pas mirësive, ndoshta kemi nevojë më së tepërmi dhe më shumë të që të njihemi me ato emra të Allahu xhallahu ala që flasim për bujarinë dhe mirësinë e Allahu xhallahu ala. Për sa më tepër emra që mësojmë në këtë drejtim, aq më drejt do t'i kuptojmë begatitë dhe mirësitë që Allahu na ka begatuar me to, aq më drejt do të njihemi me mënyrën e përdorimit dhe shfrytëzimit të këtyre begative, dhe aq më drejt do të kuptojmë edhe ne bamirësinë e bërë në raport me ndonjë tjetër. Qase të gjitha këto rrafshe njerëzit kanë probleme. Kanë probleme që t'i njohin begatitë e Allahu xhallahu ala, ku shpesh herë si pasojë e begative të shumta dhe mirësive të vazhdueshme, njeriu fillon që ta harron Allahun xhallahu ala, duke u bindur dan ngadalë begati pas begatie se këto janë prej tij. Andaj ka nevojë që sa më shpesh të kujtohet me emrat e Allahut xhallahu ala, se bamirësi dhe ai që i ka dhuruar to begati është Allahu xhallahu ala, nëse njeriu nuk është tjetër përveç se një shfrytëzues i këtyre begative, e që shpesh herë nga shfrytëzuesi apo kalon në keqpërdorues. Prandaj edhe për ta mënjenuar keqpërdorimin e begative, kemi nevojë që të njihemi me emrat e Allahut xhallahu ala që flasin për mirësinë dhe bujarinë e Allahut azza wa jall në raport me krijesat. Por edhe gjithashtu ne si njerëz, do të thotë shkëmbejmë dobi dhe shkëmbejmë mirësi mes vete. Apo dikush i bën mirë dikujt në një aspekt, e tjetëria i bën në aspekt tjetër, dikush bën mirë në një kohë caktuar, e pastaj tjetri vazhdon në kohën tjetër, andaj njerëzit mes vete vazhdojnë që të bëjnë mirë. Prandaj kanë nevojë që kjo mirësi të mbetet mirësi, e mos të shndrohet në diçka tjetër. Këtë duhet ta bëjnë duke e njohur Allahun xhallahu ala me këtë emra që thash flasim për bamirësinë dhe bujarinë e Allahut xhallahu ala. Qas nuk kanë mundësi njerëzit, sikurse do ta përmendim më tutje, nuk kanë mundësi asëse që në mënyrë të drejtë ti kuptojnë begatitë dhe mirësitë, ti shfrytëzojnë si duhet, e as të shkëmbejnë mes vete mirësi dhe begati, në qoftë se tërë këtë proces të këtyre mirësive nuk e ndërtojnë në njohjen e Allahut xhallahu xhelaluhu. Nga se veç kjo njohje, njeriu në ndalë të kufit
dhe i mundson që të jetë si duhet. Për ndryshe, rrezikon për keq përdorim, rrezikon për keq shfrytëzim, rrezikon për gjëra të tjera të cilat do t'i përmendim inshallah më tutje. Prandaj emri që do të flasim sot me lejen e Allah xhallahu ala është një emër i Allahut azza wa jalla, i cili është në këtë drejtim që na mëson se si duhet të kuptojmë begatitë dhe mirësitë, sikur që kemi folur për disa emra të tjerë që flasin për bujarinë e Allahut azza wa jalla dhe për mirësinë e tij. Ky emër nuk është përmendur në Kur'an si emër, por është përmendur në Kur'an si cilësi dhe vepër. Ndërsa si emër decidivisht është përmendur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Interesant, do të thotë që do ta përmendim më tutje inshallah. Andaj fjala është për emrin Allah al-Mannan. Emri Allah xhallahu ala al-Mannan, i cili do të thotë është për emrave të bukur të Allah xhallahu ala, që për të ka ardhur argument në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të kaloj tek argumenti dhe kuptimi i këtij emri raport me Allahun xhallahu ala, të flas vetëm për disa kuptime gjuhësore të këtij emri apo të rënjes së këtij emri. El-Mannan vjen nga fjala në gjuhën arabe që është el-man. Ndërsa man në gjuhën arabe vjen me disa kuptime që emëruesi i përbashkët i këtyre kuptimeve është bamirësia e madhe ndaj dokujt. Bamirësia e madhe ndaj dokujt. Gjithashtu vjen me kuptim do të thotë të kputjes dhe të mangësisë. Do të thotë pak kontradiktore, dhënie e madhe, pastaj për një kputje, apo andaj këto janë dy kuptime që sillet rreth këtyre fjala men, që njeriu do të thotë mundet që të jep shumë, të vazhdon të bën mirë, por mundet që me një veprim të caktuar që gjithashtu quhet men, apo duke e përmendur dhe duke u mburur, duke u krenuar me atë që ka bërë të kput bamirësinë që e ka bërë më herët, apo ta cungon skajshmërisht. Për dy këto kuptime që janë të kundërta, do të thotë mes vete, përdoret fjala men. Andaj edhe nga ky kuptim vije edhe emri Allah xhallahu ala el-Mannan. E përmendë se Allah xhallahu ala në Kur'an nuk e ka emërtuar veten e tij me emrin el-Mannan. Kështu nuk ka në Kur'an, por ka laqad manna Allahu xhallahu ala u ka bërë mirë besimtarëve. Ka ardhur në formë të cilësisë dhe në formë të veprimit. Ndërsa sa i përket emrit Allahut el-Mannan, ka ardhur në Sunenin e Abu Dawudit, do të thotë në një hadith që Sheikh Albani rahimahullah e bën sahih, ku Enes radiallahu ta'ala anhu thot se një ditë ishim me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam dhe një njeri u fal dhe pas se që u fal bëri një lutje. Dhe tha kështu: Allahumma inni es'aluka bi anna laka alhamdu. O Zot, unë të los ty, kërkoj prej teje, duke qenë i tërë falërimi vetëm për ty. La ilaha illa anta al-Mannan. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas teje, ti je el-Mannan. Ti je dhuruesi të gjitha begative që unë kam. Bedi'us samawati wal ard, ti je krijuesi i qiellit dhe i tokës, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya dhal jalali wal ikram, ky është emër për Allahut, për emrin e Allahut xhallahu ala që duhet mësohet çka është dhal jalali wal ikram. Mirë po, dhal jalal është emër që jep me kuptim madhështinë dhe madhrinë Allahu xhallahu ala, edhe ikram është gjithashtu prej bujarisë, pi karam, emri el-Karim që e kemi mësuar, ya hayyu ya qayyum, o ti që je i gjallë dhe ti që mban çdo gjë. Kështu të ka lutur Allahu xhallahu ala, atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri e ka lutur Allahun me emrin e tij i cili po u lut përgjigjet. E ka lutur Allahu xhallahu ala me emrin më të madh të Allahut azza wa jalla. Prandaj këtu ka ardhur i përmend emrin Allahu xhallahu ala el-Mannan. Edhe pse ka ardhur disa transmetime se është përmend edhe el-Mannan el-Hannan, bashk Mannan me Hannan, sikur janë disa emra që vijnë bashk me vetë, apo el-awwal wal-akhir, e kemi mësuar, kur nuk vjen el-awwal veç, apo el-awwal wal-akhir, apo el-zahir wal-batin, el-muqaddim wal-muakhir, janë emra që vijnë bashk një me tjetrin, edhe kanë ardhur disa transmetime që flasin se edhe el-Mannan vjen bashkë me el-Hannan. Mirë, po këto transmetime plot nga dietarët e hadithit kanë konsideruar të dobta.
Prandaj e kanë vërtetuar emrin Allah El-Mannan, por nuk e kanë vërtetuar edhe emrin Allah xhallahu ala El-Hannan, që jep me kuptu një lloj Hannan është një lloj mirësie më tepër nga ana e mëshirës, jo nga ana e dhuratës. Andaj Mannan është nga ana e dhënjes, nëse El-Hannan nga ana e mëshirës. Sidoqoftë, ajo që është më rëndësi në këtë transmetim të Abu Davudit ka ardhur gjithashtu tek Nesaiu tek Ibn Majah, transmetime të ngjashme që vërtetojnë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka aprovuar dhe ka konfirmuar lutjen e këtij njeriu i cili është lutur me këta emra të Allah xhallahu ala. E që në kuadër të këtyre emrave është përmend edhe emri Allah xhallahu ala El-Mannan. Është përmend edhe emri Allah xhallahu ala El-Mannan. Dhe kjo është e mjaftueshme, do të thotë që të vërtetohet se Allahu xhallahu ala ka këtë emër. Edhe pse thash Kurani është i mbushur, sikur do ta përmendim më tutje, me cilësinë që del nga ky emër. Por ne nuk mundemi që në bazë të çdo cilësie ta emërtojmë Allahun xhallahu ala. Apo sikurse kemi mësuar si rregulla në fillim, do të thotë se jo çdo cilësi është edhe emri Allahu xhallahu ala, ka se emrat Allahu te barekotala duhet të jenë të argumentuara tekstualisht në Kur'an dhe në Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun xhallahu ala? Thash se rënja e këtij emri sillet rreth dhënjes, rreth bamirësisë, rreth ndihmës ndaj dikujt, begatimit të ndokujt e kështu me radhë. Por ka një kuptim tjetër, do të thotë që nuk kupton një kputje, nuk kupton një mangësi, nuk kupton një zbehje të mirësisë e kështu me radhë. Ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala, çfarë kuptimi ka ky emër? Ky emër i ka dy kuptime në raport me Allahun azh. Kuptimi i parë është dhuruesi dhe begatuesi i pakufishëm dhe ai që derë dhe vazhdimisht mirësitë e shumta mbi krijesat e tij, të lloj-llojshme. Dhe që çdo begati dhe çdo mirësi që e kemi buron vetëm nga ai. El-Mannan na jep kët aludim, na jep kët mësim, se El-Mannan është ai i cili do të thotë i begaton dhe u dhuron mirësi robëve të tij në vazhdimsi. Dhe këto mirësi dhe këto begati janë të lloj-llojshme, nuk janë të një natyre dhe nuk janë të një ngjyre, por janë të gjitha ngjyrave dhe llojeve që i përdorin dhe i gëzojnë dhe begatohen me to krijesat e Allah xhallahu ala kudo që janë. Gjithashtu El-Mannan është me kuptim të, sikurse e përmend atë aspekti gjuhësor, është me kuptim të një lloj mburjeje, kënarie, madje një lloj kërkim mirënjohjeje për atë që e ke përfituar nga ndokush. Në raport me Allahun xhallahu ala nuk është mangësi ky kuptim, edhe pse në raport me njeriu është mangësi. Po në raport me Allahun xhallahu ala nuk është mangësi që Allahu xhallahu ala apo të lavdërohet para krijesave të tij për mirësinë dhe begatinë dhe bujarinë e tij ndaj robëve të tij. Nga se është realisht kështu. Dhe do të përmendim më vonë shërimin e Ibn Qayyimit rahimullah, dallimi mes lavdërimit të Allahut për begatitë dhe lavdërimit të njerëzve për begatitë dhe mirësitë që u japin të tjerëve. Prandaj ka disa veprime që nëse i bën njeriu janë mangësi, por nëse i bën vijnë nga Allahu xhallahu ala janë përkryer dhe plotësi. Prandaj në këtë rast njeriu nëse lavdërohet për mirësi që i ka bërë është mangësi dhe mund të jetë rënim i veprimtarisë së tij. Ndërsa Allahu xhallahu ala kur lavdërohet në Kur'an apo për mirësi që na i ka dhënë, kjo është lavdërim i merituar. Dhe është lavdërim, sikurse thonë dietarët, për përkujtim që të na i kujton Allahu xhallahu ala këto begati prej kujt i keni dhe për çfarë arsye i keni. Qase po të mos ishte kjo, njerëzit do të harronin edhe burimin e begative, por do të harronin edhe kuptimin e tyre. Se nuk kena në këtë botë vetëm të begatohemi, por këto begati kanë një kuptim dhe kanë një qëllim. Andaj kur Allahu xhallahu ala lavdërohet dhe kur Allahu xhallahu ala përmend se ai u ka dhënë këtë begati dhe e përmend këtë mënyrë të një lloj mburjeje që ai na e ka dhënë, atëherë padyshim se kjo në raport me Allahun xhallahu ala nuk është mangësi, por është plotësim dhe është përkryrje dhe është një lloj, do të thotë, përkujtimi sikurse e përmenda për robët e Allahut xhallahu xhelaluhu. Dhe gjithashtu në raport me Allahun xhallahu ala emri Allahut El-Mannan mund të ketë edhe një kuptim të shtuar që nuk po du me e rendit
do të thotë si kuptimi i tretë, por mund të jetë i ngjitur në këto dy kuptime, ai i cili jep pa kompenzim. Ai i cili jep dhe dhuron pa kompenzim. E dikush mund të thotë, po ky kuptimi i dytë nuk është kompenzim. Allah na përkujton për ta falëruar, apo dhe lavdërohet për të mirësi që ta njohim Allahun xhallahu ala. Padyshim se ato që Allah e ka kërkuar prej neve, apo sikurse kemi përmend, nga adhurimi, nga falërimi, nga mirënjohja, nuk është absolutisht kompenzim për begati që na shfrytëzojmë. Nga se edhe vetëm të përfundonte i tërë procesin këtë dunja, begati që i gëzojmë përballë obligimeve që Allah na i ka dhënë, a janë të barabarta? Një mirësi Allah që na e ka dhënë, mirësia për shembull e gjuhës me fol. Cili ibadet që na e kryjm është i përshtatshëm për të kompenzuar 0-0 me Allah xhallahu ala me gjuhën? S'ka. Ose me syrin, ose me veshën. Edhe po të ishin këto obligime të kryera në mënyrën më të përkryer. E lëre më që edhe vetë obligime që Allah na ka ngarkuar me to nuk janë ato që barazojmë me to me Zotin xhallahu ala për begatit. Edhe thash nëse kryen në mënyrën më të mirë si duhet. E çka të vërmëna çysh na i kryjm ato begati? Edhe po të ishin, ne do t'ja rrëzonim çmimin këtu në adhurime vetëm. Për shkak të mënyrës dhe formës dhe përkushtime që mungojnë në adhurimin dhe Allahut azza wa jalla. E lëra më që nuk mund të jenë kompenzim asesi kur robi këto adhurime që i bën në pritje të një begatie tjetër, apo nga se këto begati që i kemi në këtë dunja i shfrytëzojmë vetëm për të fituar begati tjera. Prandaj, për shembull, shëndetja është begati që Allah na ka dhënë. Po, ne kur falemi ose agjerojmë, për shkak se Allah na ka dhënë shëndet, a është ky agjerim për shëndetin apo është për xhenetin? Ja, agjerimi është për xhenetin, po a shfrytëzojmë shëndetin për ta fituar xhenetin. Shikoj sa mirësi Allah na ka dhënë. Do të japni mirësi, edhe të japni mjet që me këto dy jam fituar për një mirësi tjetër. E ku është këtu tash në këtë trekëndsh falëndrimi? Kompenzimi ku është? Ku e gjon ti këtu kompenzimin? Në këtë trekëndsh. Do në e ki shfrytëzimin e begatisë. E ki mjetin dhe e ki qëllimin që ç'është problem. Këtë trekëndsh pe kujt ka ardhur? Pe Elmenan, ai ta ka thonë. Ma gjejnë këtë trekëndsh dikon kompenzimin. E që ty na kompenzoj. Dikon ku ma gjoma s'ka kurkur. S'e gjon askund. Dhe Elmenan është ai që jep pa kompenzim. Të gjitha t'i jep për me t'jep. Apo të gjitha t'i jep për me t'jep. Edhe kur nuk t'jep për me t'jep. Andaj gjithë mund t'jep. Nuk ka kur që Allah xhelal nuk jep. A kjo është Elmenan. Kjo është kuptimi i Elmenan. Kush e njeh Allahun kështu, vallahi edhe kur nuk jep, edhe s'është të jep. Kur nuk e shes është kput. Gjithmonë është duke i dhënë Allahu te baraka ve taala. Elmenan është ai i cili jep krijesat e tij pa kushte, pa kërkesa, pa kompenzim, pa asgjë. Madje nëse e kërkon një kompenzim, se kërkon për veten nga se nuk i duhet, po e kërkon pikërisht për ta, nga sa atyre u duhet ky lloj kompenzimi që të garantohet ajo që e thash në fillim, të garantohet shfrytëzimi i drejtë i begatisë, të garantohet gjithashtu apo ruajtja e pozitës së njeriu, ka se njeriu nëse nuk e njeh Allahun xhallahu ala, çfarë bën? Në njëri që nuk e njeh Zotin xhallahu ala dhe ka begati, çfarë bën ky? Ky bën dëm, bën zarar. E ka kibri, mendjemallësia, apo e ka zullumi, me botëra, padrejësia, e ka shumë gjëra. Prandaj sikur se Allah xhallahu ala përmend në Kur'an se po të ishin depot e furnizimit në dorë të njerëzve. Çfarë do të bënin nga njerëz? La amsaktum khashyata al-infaq. Jo, do ta shtrëngojshin dorën se po spargjohen. Por depot e qiellit, depot e mirësive, e begative, po të ishin në dorë të njerëzve, çfarë do të bëjnë njerëzit? Wallahi arin e akshinal. Arin thot ka, domthon, reduktime të thithjes së oksigjenit. Ka 2 orë nditje s'ka sa shumë hall ku bo harxitet ato. Edhe këto akshinal ato. Po elhamdullah që Allah xhallahu ala
burimin e begative se kalon në duar të njerëzve. Prandaj njohja e Allahu xhallahu ala me këtë emër El-Mannan, me këto kuptime që i përmenda, padyshim se na bën që të njohim begatitë si duhet, të shfrytëzojmë si duhet dhe të shkëmbejmë begati dhe mirësi me zvete në mënyrën që duhet. Këto trija nuk mund të realizohen nëse nuk njihet Allahu te baraka ve taala. Andaj edhe kur themi se Allahu xhallahu ala jep dhe dhuron dhe kërkon nga ne falënderim dhe adhurim, absolutisht kjo nuk është për kompenzim. Nëse kompenzimin nuk kupton, apo dihet çka është kompenzim. Dihet çka është shkëmbim. Ti më jap mu këtë mall, unë ta paguaj të do parat. Apo edhe çka ka mësoj kurrë, ta kumblej mallin jam është. A ka mund si robi nërë mi thënë Allah xhallahu ala e kumblej me namaz jam është. A ka ndonjë kohë dikun, a ka një gradë që mu i thëtë Allah xhallahu kështu për ndonjë begati, cilat e kofta ja? Nuk ka mundësi apo. E çish me ditë na këto gjithmonë me El-Mannan. Prandaj Allah xhallahu ala ka përmend shumë emra të tij që flasin për bujarinë e Allah xhallahu ala dhe për mirësinë. Andaj ne kemi marrë disa prej tyre, El-Karim, El-Barr, e kemi mësuar, pastaj kemi marrë El-Wahhab, që El-Mannan, emrat e tjerë do të thonë që flasin për bujarinë e madhe të Allah xhallahu ala dhe mirësinë e tij ndaj robëve të tij. Por kjo nuk duhet kuptuar kështu thash thjesht, bujaria dhe mirësia e Allah xhallahu ala, por e shoqëruar me këto kuptime bëhet pastaj më e dobishme dhe më interesante apo. Andaj Allah xhallahu ala është ai i cili i begaton robët e tij dhe ai i cili do të thotë u jep mirësi të shumta pa kompenzim. Në qoftë se njerëzit bëjnë në këtë mënyrë, do thotë lavdrohen për mirësitë e bëra, atëherë padyshim se kjo bëhet për ta shëmtim dhe qortim, madje rrezikojnë humbjen e asaj mirësie për çfarë kanë bërë. Do qoftë këto disa kuptime që flasin për emrin Allah El-Mannan në raport me Allahun Azza wa Jall. Ndikimi i këtij emri në përditshme. Padyshim se El-Mannan, kush e njeh El-Mannan, a ka mundësi mos me dash? Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala është ajo që ushqihet me këtë emra. Nëse çdo emër i Allahut Azza wa Jall, wallahi çdo njohje që e kemi ndaj Zotit, duhet me ushqy zemrën me dashurinë e tij. Por krijesa njeri është e dopt, apo më shumë i bën përshtypje këtë emra që përfiton pe Allah xhallahu ala. Nga se a nuk duhet me të ashtu dashurinë ndaj Allah xhallahu ala edhe të emrat që flasin për madhrinë e Allahut azza xhall, po të shumë se po, krejt. Edhe ata që flasin për krijimin e Allahut azza xhall që ka krijuar, gjitha këto të ashtu dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. Po jemi njerëz kanë qef më shumë diçka që e prekin, ju vjen, ju jap, dhuron, mirësi, begati. E këto kush jep e kush njerëzit këto dojnë pak më shumë apo. Që shoj ka kriju Allahu xhallahu xhelalu njerëzit apo. Prandaj edhe emri Allahu El-Mannan, fillimisht njohja e këtij emri si duhet në raport me Allahun xhallahu ala, duhet të jetë nga ato kanale që e kemi përmend që e ushqejnë zemrën me dashurinë ndaj Allahut te bareke ve taala. Gjithashtu ajo që duhet ta njohim këtë drejtim lidhet me ndikimin e këtij emri në jetën tonë është të lexojmë në Kur'an disa vende ku është përmend fjala men. Da mennun do të thash për El-Mannan, apo për atij që begaton dhe dhuron. E ku është përmend ky emër apo kjo cilësi, ky veprim, nga se thash si emër s'është përmend në Kur'an, por si veprim. Që të shohim se çka na përmend Allah për begative që na i ka dhënë. Dhe a i njohim ne këto begati drejt. Që t'jemi do të thotë shfrytzues të denjë dhe të mirëfill të këtyre begative që Allah xhallahu ala na i ka dhënë. Allah xhallahu ala në surën Al-Imran thot: "Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin." Allahu xhallahu ala tash përdori fjalën begatim, po ju kupton e men me ato kuptimet e përparshme që i cek ato. Po laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kur u dërgoi nga mesi i tyre një të dërguar. Yatlu alehim ayati wa lazan atyre argumentet dhe ajet të Allahut azza xal wa yuzakkihim, edhe i pastron me to nga
dytësirat e brendshme të shumta të fjalëve, të veprave, yuzakihim, i pastron. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe u mëson atyre Kur'anin, fjalën e Allah xhallahu ala, edhe hikma këtu është sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, edhe pse ata më herët ishin në një devijim të qartë. Dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj dikush mund ta kupton se e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ta njohur të Allahun dhe për ta adhuruar Allahun xhallahu ala. Se ka dërguar për vete, por e ka përmend në kontekst të begative që ne i ka thonë, lekad men Allah, Allahu ju ka bën mirë juve shumë kur u ka dërguar juve këtë pejgamber. Edhe këtë e ka dërguar për juve. Juve ju duhet ai. Ai është për juve dhe ai është në shërbimin e juaj. Nuk e ka dërguar për vete. Nga se ka Allahu xhallahu ala krijesa të shumta që e njohin dhe adhurojnë pa u dërguar pejgamberin sa son fara ato. Apo ka krijesa vetëm nga me lajket sa ka që e njohin Allahu xhallahu ala dhe e madhrojnë. Prandaj e ndihmë si begati për neve dhe mirësi. Çdo hadith, çdo sunet që e mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo mundësi për t'u afruar tek Allahu xhallahu ala që se kemi njoft, e kemi mësuar këtë mirësi dhe këtë rrugë përmes kujna Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sa ka hadithe që i kemi përmend, të sa flasim për shkak për vepra jo të vështira, për vepra jo të mëdha, për vepra të thjeshta dhe të lehta, e që përmes tyre fitojmë shumë sevap. A ndim ku të bën këtë vepër një begati, sa mirë të ka bëu Allahu xhallahu ala, se ku me kthy jetën e kësaj bote. Ti munohesh me fitu, punon ka 20 saat, pa djavullos, s'po shkon. S'po vjen fitim i madh. Apo edhe dikush vjen e ta ka dhënë në rrugë të lehtë. Apo thotë veç rri këtu në shtëpi. Veç rri në shtëpi. Edhe veç prekë qëto, ka 2 herë, kimë pa çfarë ndodh. Tunet e shtëpia nxat, pa u lodh, veç e prek ka 2 herë e shoh që po tritet llogaria bajë shumë aftë. Apo sa të preksh këto. Apo edhe sa të vin llogari parë të shtuara, a flet me zemër me gjuhë, he Zot e ruçim pështaj. Apo e ki begat, e din që çfarë mirësie më ka bëj, çka kum hiekun e, çka kum vujtun edhe as 10% e kësaj s'm ka ardh, qyrtash, edhe po vjen më shumë, po edhe më lehtë. Për një begati të dunjas apo. Sa janë lodh njerëzit për me fitu shpëtimin këtë dunjë. A din sa janë lodh, shumë janë lodh apo. Edhe pa çka kanë gjetë në fund apo. A din sa lodhën njerëzit me gjetë një qetësim shpirtënor sot apo. Sa lodhën njerëzit një herë me kesh me zemër apo. A din sa lodhën njerëzit, shumë lodhën. A din sa lodhën njerëzit për me arrit falën e Allahu xhallahu ala, dhe petë se gjojnë. Ti e ke gjetë shumë lehtë. Ti e arrin shumë kallaj, apo shumë lehtë e gjen apo. Për shembull, në qoftë se sikur se e kemi përmend tek Yunus alayhis salam. Ata kanë po dënimin e Allahut ka vjen, po s'kan di çka më bë. Çfarë do të më bëj tash me largu dënimin? Kam mbledh bagtie, fëmijë, i ndal me një ledinë bërtit ai kaj ky, s'kan ditë. Tek kishim pas pejgamberin aty, veç i kish thon kërkoni falje, thunë astaghfirullah. Apo këne këtë obligim. Kalloj shumë lehtë. A hetojmë në vetëm këtë lehtësi që na ka pa Allahu xhallahu ala për me fitu, kaq kallaj. Kur gjys po na mungon hiç, a nuk e dini sa jam të fituar atë? Për mes kujt ka ardhur kjo? Për mes çfarë lekad men Allah. Nuk e dini sa ju ka bëu Allah mirë kur ja ka dërguar pejgamberin atë. Nuk e dini sa u kam shkurtuar në juve rrugën, edhe sa u kam kursy mundin kur kam dërguar pejgamber atë. Çka kishit buje pa ta? Ku e kishum ditë na çka është Lejletul Kadri? Apo ku e kishum ditë na për një ditë më ku cilë me agjeru? Po kësha agjeru 12 muaj, kësha agjeru s'këti cili është Ramazani. Të ka dhëzu 11 muaj, heq me s'ke i gale. Që të vetë në gjinatën? A nuk ka letësim kja? Të ka kursy për 11 muaj. Para në të shku në Ramazani si Lejletul Kadri, me lypë, në për vite. Ku është atër? Veç me në ka dhëzu Allahu xhallahu ala, në vjetë është një muaj që keni obligim me agjeru. Lëpne. Edhe që shtu me në pa bo, e këshum pas bërsh me lypë. Edhe në qëfë ma gjuru këtë vitin. Që kime bo? Lype. Se për që dynja e artë që ta me bo, që ta me lypë. Të tërpun të s'ki.
11 muaj na kalon ndaq për çef të paguaj shumë shtrejt atë. Apo ama obligim ma ki qita një muaj. Para më na po thon Allah xhallahu ala, mbrana ditës 5 herë unë du u fal. E çush më fal, çush dush, një qellafsh të paguaj, mos e qellafsh këtë ekip di hava. Çka kështu bën atë? Ka 20 herë ditë kështu ndu formë namaz Allah, herë tunë në kom, herë më në kom, herë në kom, herë vao kesh shumë shtreh, herë në krah, kështu çush më qellu më fal Allah. Ne kad men Allah. Allah të ka begatu, të ka thonë, heq më s'u lodh. Çështo veç qyre çu fal, ta pranoj çështo. Atë sa begati e modh shkollaznia atë. Sa ta ka shkutur rrugën kjo. A ndin këtë begati që Allah të ka begatu? Pi kur shkohet, çka kena bëna me nor pejgamber. Veç Allah na ka begatu me ta. Çfarë kompenzimi lip Allah për kët? Kurgjë. Veç pasane pështani, për Allah kurgjë. Qase ti çka i duhet Allahu ta xhel, nëse na i zbatojmë mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është ai funksionimi i brendshëm i zemrës që e ndin nga brendia begatin, sa herë ai të ndjek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Që në ndëruar sot në botë, sa njerëz e njohin ose ka universitete prestigjioze o vëllazni. Universitete shumë prestigjioze. Universitete të lashta me historie, me të arritura. Edhe nuk e njohin El Mennan. As nuk din, krejt ata profesor, doktora më mbledh, hajde folin për Mennan, wallahi nuk din shumë e fola. Por vetëm qoftë se kanë marrë për qiti. Për ati nëse se ka marrë për ati që Allah e ka dërgu, po. Ama vetë, hajde ju përdojnë, kur s'ka mësi me gjitha. A ka mësi me të kazu kur shtë Rahman. Korejsht e Mekës kanë qenë njerëzit më të ditur për gjuhën arabe. Prej arabëve të vjetër është formu gjuhë arabe. Madje sot për shembull gjuhëtarët e gjuhës arabe, nëse kanë mos pajtim për kuptimin e ndonjë shprehje, çfarë kuptimi ka, nëse nuk e ka definuar shariati ku kthehen. Kthehen te Kurejsht, kthehen te arabët e vjetër, çuçi kanë përdorur ata që të kuptojmë ka pra. Shikoj baza referenca e gjuhës janë kanë thonë wa mar rahman. Ti po thua bismillahir rahmani, çka rahman? Kush është ky rahman? Po se ka njoft Allahu xhallahu me emrin që më shumë të përfitojnë prej tij, s'ka ditë. Ne vallona kam mësuar ka begatuar. Ndaj ta njohim këtë begati. Në kuadër të kësaj begatie, Allahu thotë lekad men Allah. Allahu ju ka begatuar me këtë pejgamber. Pse çfarë ky pejgamber yetlu aleikum ayati. Wa lazan Kur'anin, fjalë Allah të xhel. Apo u yuzakihim, ju pastron, i pastron. Cili do të ishte ai ujë që do të pastronte ndytësirat e zemrave tona, po të mos ishte uji i shpallës, me cilin ka pejgamberi sa me çka do të pastroheshim? Me çka? Para mendon këtë botë pa ujë, hiç s'ka ujë. Me çka ishte të pastru? Veç me paramendu pa ujë, me njerët kop, apo? Kjo është uji i dunjes, sa duhet. Nuk paramenduhet tjeta pa ta Allah, qysh këna mu pastru, që a bërë në pa ujë? Nësa njerë, subhanallah, rinë që sa vjetë pa ujë të shpallis, apo? Edhe hala svesin e kur vjen ujë, apëtën. Sot me nënoj ujën një dit, meher mobilizohem. Me lyp ujë, me mushme, apo? Kofe me kanta, edhe nënës të bëjnë presion, edhe vjen, kur vjen, se u mëkëm, që këto në nëjra po vjen, apo? Për një ujë dunjes, apëtën. E se sa vjetë ju mungon ujë i shvahjet, apo? Që s'jën lame të mëti, edhe as dalin me kofe, as dalin me lyp, as vetin, kur vjen mos, kur gjëhe që apëtën, apo? E po që kjo është e që Allah Gjellewala, ja u kam shelë sytë për balë të ujë, Allah në falë, nësa besimtari, se paramenën jetën, apëtën, pa këtë ujë. Nuk të fliqna, mos vetë bona, mos me konë kujtë, mos me konë që këj ujë shpallës, unë mos vetë bona, ju zekihim, ka arë me këtë ujë me ju pastru, ka arë me këtë ujë me ju largun dycirat e shumëta që i bën ju si bita adimit. U ju allimuhumul kitabe ul hikme edhe u amësan Kur'anin, nga se me para Kur'anin për qili, merë në lezane, e merë një vesh mirë, se merë një vesh ju dënej, që a këshumë bu mërlona apëtën, po kush në kam sua apëtën? Sa veç një ajet kur ka zbrit, apo ashabët janë konë siklet, e çfarë kuptimi ka, kush janë këta, çush janë këta, i kalon pejgamberi veç pak. Ka thonë Allahu ka zbrit këtë ajet, edhe u hinë dhomë atë. Alladhina amanu
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allahu flet për një kategori njerëzve që u takon udhëzimi dhe u takon shpëtimi, dhe u takon siguria. Kush janë ata? Ata që nuk e kanë në vesh besimin e tyre me padrejti. Dhulm e ka përmendur dhulm. Edhe u himrana. Jënë me të asap njëni tonë, ja, këta janë ata që s'jem në ata. Këta janë ata që s'kan bo shërë kur. Jënë lind në islam, kur shërë s'kan bo. Kanë të tyre, këta janë ata kështu, këta janë ata kështu. Por sahabet, një ajet ja u kalon edhe të lashe më morë vesh apëton. Ashab të pejgamberit, për që kështu muna? Ka dalë pejgamberit, sa se më ka thonë, a halajini që është që shvilasha? A se gjeta? Ka thonë, ja Rasulullah, qa kjo dhullë? Kjo zullum, qka kjo? Ka thonë, a se kene zu fjallin e robit mirë të Allahut, inë në shirkë le dhullë mun adhim, se shirkë kjo është zullum i madhë. Apo, kush e ka pastru besimin nga shirkë i takon kjo? Shumë thjesht, shumë kallan e ka mësu. Përndaj, ju allimuhumul kitab, ta ka mësu Kur'anin, apo, ta ka mësu qka është Fatiha, ta ka mësu qka është kjo. Përndaj, që kjo është lekad mennë Allah, që kjo është mennan, sa të lezojsh Fatihan, të kuptojsh këta, sa të kuptojsh që duhet me i mbanje, medale, e kupton qka pastrimi, e kupton qka kjo, i kupton shumë gjëra. Dije se të ka nërë për mes el mennan, a e të ka begatu me dërgimin e këti pejgamberi aftër. Gjithashtu të Allah Gjallahu Ala në kuadrë të saj thot në surën An-Nisa në ajetin 4. Allah Gjallahu Ala thot: Ja ejuhalladhina amanu, idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna arada al-hayati ad-dunya fa inda Allahi maghanimu kathira. Kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum. O që keni besuar, kur të estë i dhe dërëbtu fil ardi, kur të estë në për tokë, apo kur shkani në për tokë, për luft, për tregti, për çka do qoftë, apo, fatabayyanu, qartësoni mirë, apo, se mundi me luftu një popull që ka pranuar Islamin, po nuk dini apo. Tabayyanu. Mundi me akuzu dikon që është musliman pa drejt. Fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Ai që thot selamu alejkum, ose si muslimanti. Qartëso mirë, apo nga se për shembull më thon dikujt, ky fis se ka pranuar Islamin, pe ka të selam, të si të bëjeni apo. Ai ka mundsi nuk e njeh fen shumë. Ai ka mundsi i mungojnë shumë gjëra. Megjithatë të jap selam, ka mundsi më kon besimtar. Kedhalika kuntum min qabl. Që shtu jeni kur edhe përpara, apo pa dije, në ignorancë. Bokia selam s'ke ditë me dhon. Ke e një konë për para shut abdes nuk e ditë me marë Allah pëtën. Qa ke ditë? Qa ke ditë qka është kjo? Kur që s'ke ditë? Fëmenna Allahu alejkum. Allah ju ka begatu, ju ka bosat, mashallah, apo dini këtë, dini ato, në aton, bo kemi u qunë do katune ignorant, që s'kan dije për fe, mund edhe gjellarat jemi u bo pëtën. Apo? A kur gjë s'keni ditë? Kur s'ke ditë? Apo? Kanë mujtë thmija me kesh me ty që shfalesh. Kanë mujtë thmija me kesh me ty, apo që shti e kënën kullë vëllë e hatë, që s'këti asë me e kënu bile qëka është. Andaj mos i nënqman njerës e tjerë, mos i përbëz, apo mos usil me ta me arrogancë, mos usil me ta me mendje malsi, ka se këdhali ke kun të min kabël, që shtu e një konë edhe jo, që shtu e një konë. Fëmenë Allah, shiko, fëmenë Allah e ka përmenë cilësin dhe dvepruarit me emën e ti el-mennan. Kështu të ishët edhe jo, fëmenë Allahu alejkum, andaj Allah Gjallahu Ala ju begata ju vëptën. Prandaj mas kësaj në Hujurat, Allahu xhallahu ala në ajetin 17 Hujurat thot: "Yamunnun alejka an aslamu." Shikoj këtu yamunnun ka ardhur fjala për men. Po tash jo veprimi Allahu xhallahu ala, po veprimi një kategori njerëzish, të cilët e kanë pranuar Islamin. Mirë po nuk e kanë shoqëruar me kuptimet e duhura këtë Islam. Nuk e kanë shoqëruar me njohjen e duhur me emrin Allah el-Mannan. Dhe yamununa alejka an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum. Çka i bën yamununa alejka an aslamu? Ata përmendin si favor të madh për ty që ata kanë pranuar Islamin. Apo, që në apo musliman, baje gjiharin e ke po kësaj pune, apo, baje do favore i ke arrit me neve. Se na mos me pakon, nuk di që e kështë bo. Baje gjështire kështë pas. Apo, njerëz vinë edhe
përmendin favore, përmendin mirësi, pse e kanë pranuar Islamin. Kështu që udhëzu filoni edhe u bo musliman se bajagi musliman ishin me të keqë. Qështu ka pas një kategori që e kanë përru fjallin men përballë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ka Allah pëtë, unë ju këmë bo men me ta, ti përshon këti pithush. Apo? Allahu xhallahu ala thot, thua ju, la tamunnu alej islamakum. Islam në juaj mos e përmeni si favar për mua, se s'ka të bëj kjo me mua, absolutisht. Belillahu yamunnu alejkum. Në qoftë se vjen fjala mu përmend tash favoret, Allah është ai që ka bëu favor juve, apo kur ju ka udhëzuar. An hadakum lil islam. An hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah është ai që ju ka begatu dhe ju ka dhënë mirësi juve, dhe ai është që ju ka bëu favor juve. Me udhëzimin që ju ka dhënë, në qoftë se jeni të sinqert, në qoftë se jeni të vërtet, apo në qoftë se keni sidq, keni vërtetësi në pranimin e kësaj feje, pranimin e këtij udhëzimi, në shërbimin për këtë fe, kallaj keni me kuptu kush kujt i ka bëu mirë atë. Ama mungesa e vërtetësisë dhe sinqeritetit bën njeriu me ndru pozicionet ka hera, me kuptu që une. Apo edhe kjo është më e keqe që mund me godit një rëmaftë. Prandaj dhe ndëruar, robët e mirë të Allahut azza xal e njohin el-Mannan në çdo aspekt, në çdo moment. Nuk e harrojnë as në dunjë, në çdo begati, po nuk e harrojnë as në xhennet kur shkojnë. E dinë se edhe në xhennet janë duke u begatu, edhe në xhennet janë duke u kënaq, edhe në xhennet janë duke i shfrytzuar begatitë e Allahut azza xal, edhe atje e përmendin Allahun xhallahu ala me emrin el-Mannan. Çka thot Allahu xhallahu ala? Kur flet për banorët e xhenetit, masi që hyjnë në xhenet, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ata do thonë, ne më herët ku? Në dunja, ishim të kapluar nga një frikë në familjet tona. Çka do të bëhet me neve? A do të shpëtojmë? Shikoj, ata kanë jetuar me frikë, me devotshmëri. Në familjen e tyre, në jetën e tyre, çfarë do të bëhet me ta? Pastaj që ka thonë, fëmen Allahu alejna, dhe ta shikujem. Në heku Allah këtë tut e këtë frikë, në begatej Allah xhallahu ala, wa waqana adhab as-samum, edhe në ruajti edhe në mbrojti nga dënimi i dhimbshëm. Kush? Allahu xhallahu ala. Inna kunna nad'uhu min qabl. Na lutshim më herët në dunjë, e lutshim adhuranin po s'dishim. Apo çka do ndodh? Innahu huwal barrur rahim. Shikoj, pa të kanë përfundu, e kanë fillu, a i në adhuraj, o pat në fund, në e lutëshim, po nuk është kjo pasoj e adhurimit tonë, kjo qëndrim i jonë në gjennet, nuk është pasoj e punëve të mira, po është se ajo është el-berr, e berra kemi mësu që ka është, zashtu nga enat Allah që fëtasim për bëmirësin e madhe, dhe bujarin dhe begatin e madhe të Allah xhallahu ala ndaj robëve të ti japën. Andë ata që e njohin Allah xhallahu ala, kjo njohje nuk ndahet kur për tyne, as në dunja, as në vështirësi, as në lehtësime, as në pasuri, as në varfëri, as shëndet, as smundje, kur nuk ndahet për ty. Ne jetojnë gjithë me Allah xhallahu ala në këtë dunja, por i përsill kjo njohje edhe në xhenet. Ata edhe kur janë mbrana në xhenet, ka përfunduar komplet çdo gjë, e dim se janë këtu. Po, në sebebet i kanë marrë, kuna nad'u min qabl. Na lutnim, e thirrnim, e adhuronim Allah xhallahu ala më herët. Mirë po, përfundimi i cili ka qenë se innehu huwa al-barrur rahim, apo barr mirësia edhe rahim. Ajna ka ato të mangësi të tjera i ka plotësuar me mirësinë e vet, e këto që kena pas në ajen, edhe këto me rahmeti ka përsy e në xhenet naftën. Se mos më kon Allahu al-barr, mos më kon Allahu ar-rahim, mos më kon Allahu al-mannan, apo me punët tona se kush merituas me kalu kadera e tij apo. Se lemo me himrana. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast e dini kur ka ndodhur një betejë edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam në atë betejë ka vendos që plaçkën e luftës me ando kujna. Me ando veç muhaxhirëve që e kanë pranuar Islamin vonë. E ka pas për me u përfitu zemrat. Për me tregu se fakti që jeni hiv vonë në Islam, fakti që kena pas të më herët, apo kjo nuk na pengon që na
kur heni në islam me vazhdu ma tute që duhet, apo? Ju ka jap për mi afru, ju ka jap për mi u largu nga ngarkesën e së kaluarës, apo që të integrohen sa ma let në shoqërinë islame. Edhe kjo i ka prej kënsart. I ka prej kënsart, ju në kuptim pëse s'ju dha, po mos është kjo një shenjë që pejgamberi sasëm dhe më këthyjo për tek origjina, tek fisi vetë, e krytik që këta kryesorët atë mdhajt e popullit tje pranu islamin, e tash normal kthehet përsi të kapën. E i ka mbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ka marrë një fjalim dhe u ka thonë. Shikoj tash këtë fjalim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me çka i ka përkujtu dhe si ka qenë reagimi i ensarve përballë këtyre fjalëve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi?" A nuk ju kom gjetë të devijuar e ju udhëzoi Allahu me mu? Tash ju po pekoni devën edhe delet. Po? S'po i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu, po dhe ju dej tash keni marrë devë dhe dele. Apo shiko, nuk po shkon njëjtë. Jas. Pe i kthen në origjinë. E çka ka gale që se keni marrë devën, e keni marrë udhëzimin. Apo çto shumë njerëz gabojnë subhanallahu. Marrin shumë mësime, marrin shumë udhëzime, e nëse i privohet në hisë e dunjes, e harron mësimin që ka marrë. E harron udhëzimin që ka marrë. Apo don më kompenzu dunjan që ka hupa. Po mirë, ti nëse ke hup, na mund të përmend sa dunja ke marrë disa. Bajegi të dunja ke marrë. Ensarta kanë marrë dunja. Kanë marrë në Bedër, kanë marrë në Uhud, kanë marrë dunja. Kanë marrë autoritet. Atë që ka dëmon për ensart me smbraps kurajisht mos më lë me Imrana. Ball autoritet sa kanë fituar të arabët, është mjaftueshme. Sa ka përmend këtë pejgamberi më herët. Si ka thonë, e ato delet që i pa të monat betejnë, e ato devet, ato ku janë ato? Apo, këto që e ko përmend. Ja ko përmend esencën, që se këtë e keni qartë, tani shumë ka lajmirë më vesh apëta. Nëse dini me vlerësu, cëla është begatia me më dhe që e keni marë, tani për tjetë mirë më vesh. Po në qovë se merë një vesh begatin kryesore, gjithë këna në pas probleme. Që ta është ja hollo të dele, hajtë që për jo jepe, po për të këna në pas probleme për të dele tjera. Apo, anaj të kalojmë për në fillim. Ato që e ke marë, e që është kryesorja këtë marrëve tjera, apo, që aja, që e pikujtë që e, kam për meje, unë ja u kom në juve që ta. Allah më ka qumë me ja u dhonë, apo, kam pranu që është dërë. Që ka me thonë? Pastaj ka thonë pejgamberi s.a.s. "Wa kuntum mutafarriqina fa jama'akumullahu bi." Jeni konë të cëp e grima, asë një njoft, asë një dasht, asë keni punu bashkë, cëp, damas e një konë. Ju bashkaj Allahu me mua, unë erdha ju bona bashkë. Apo? Andaj ka përmen begatin e bashkimit, mas begatimit të udhëzimit të kuptimit. Se mas pare do të më udhëzu, me kuptu dinin drejt. Reflektim i normal, i kuptimit drejt është më bashku. A u bashkut, a jeni bashkë, a përvrani mo, a përreni mo, a keni gjak mo, e s'ka mo, kur që ja pruni këta? Me mu Allah këtë e u ka thënë ato. Pastaj ka thënë pejgamberi s.a.s. "Wa alatun fa agnakumullahu bi." Edhe fukarani koni e një bu me mu të pasën. Në fund, këta mos të harrani. Edhe këta keni fitu. Mirë po, kjo është e mramta. Është marrë këta me përmen për ballë tjera vatën. Ka thonë pejgamberi s.a.s. "Nëse doni, muni me thonë edhe tina ke ardhë neve kështëtëna", ka thonë Allahu wa Rasuluhu amen. Apo, ka në asabt Allahu edhe pejgamberi është që na ka bo mirë, e ato që këna morë na, s'përmen të e që shna ke ardhë të neve. është vërtet, të ka njëjë popullet, apo s'të kanë pranu familje dhe s'të ka dashtë në të këna marë. A ka mujtë me thonë? I po asap s'ka thonë, po një me dhe këta në gjehë. E këta që kem të harru këta me përmenë. Apo, ja, ka mas isaj që të ne kujtove. S'ka kuptim kur gjë mu aftë. S'ka mu kuptim, që ka kanë me thonë masajna? S'ka mu kuptim, as gjë masajna. Andaj mazdo, fjale ka thonë, Allahu wa Rasuluhu amen. Po, na këna dhoni di qka në është aftën. Mirë po, amen, ato që në ka epë Allahu, për mes pejgamberi ti, se duhet me koni sebeb. Apo, e ka që sebeb pejgamberi s.a.s. Amen,
është shumë begati me madhe që është marrë mi përmend këto aftën. E në fund pastaj pejgamberi sa kur ja u ka qartësu që është duhet, apo se kjo menhexhi pejgamberi sa njëre kuptoj drejt, apo njëre s'ka llastime, s'ka lojka, kuptoj drejt çka duhet. Tani lavdruam, tani s'do bëzora mu lavdu me vetë. Ka kur a kuptuat këtë punë mirë, po a kuptuam. A kuptuat kush kujt I ka bëu mirë, a mort vesh, po a kuptuat s'është begati kur a mort vesh ku mirë, e tash ngone tash atë. Ka thonë, a jeni të kënaqur që njerëz më shku me deve, me delë në shtëpia tyne e ju më kthy me pejgamberin te shtëpia ju? E tash ju ka dhënë hala mirësinë. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë vallahi nëse njerëzit ja marrin një udhë, e ansart një udhë, kisha më marrë çasë udhë që ansart ja marrin atë. Çfarë po tani më shumë jo? Çka po tani vlen më të madhe kur e keni pejgamberin me ju atë? Apo çka keni ju jo? Pra këtu ja u ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe këto begatit shumëta I ka qetësuar ansart. Ka thonë ballë, mjaft. E kanë kuptuar, do të thotë se ka qenë një nguti ose keq kuptim që është sqaru, po me çka u ka sqaru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra dhe na sot lëndruar. Apo në qoftë se sigurohet feja, që sigurohet kuptimi I fesë së drejtë, sigurohet devotshmëria, sigurohet raporti me Allahun xhallahu ala, apo mos e rreziko tërë këtë ndërtim pse të mungon diçka pikë këtë dunjaja. E unë s'jam që të vën, pa mund që të karrik, pa më jap që të unë, mos e rreziko këtë që to për diçka se të vjen me lejen e Allahut xhallahu ala. Ka se të ka rrë qa shumë më e madhe se kjo që po e lip apo. Nëse njerëz e rrezikojnë komplet në një punë, një projekt, e rrezikojnë komplet në diçka të madhe pse? Pse I rrezikohet diçka pikë këtë dunjaja, se ka marr ato që e lyp këtë dunjë. Unë e du që të vënë çdo pa më unë. Po ke marr më shumë se që të vënë ke marr ata, se ke marr? Nëse ke marr, ma tek çura ke marr ata. Pa e duhet gjithmonë besimtar të shikon se a ka marr ato që I thotë Ibn Qayyim rahimullah, murad Allahi wa muradu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. A ke marr muradin e Zotit? Çka muradi I Zotit? A ke marr ato që Allah e ka lypë teje? Po, a ke kuptu? A ke kuptu çka është prioritet? A ke kuptu çka është që duhet? A ke kuptu po? Kjo është më e rëndësishme. Apo truhet feja? Po, çka më e rëndësishme? Pastaj për tjerat është relativ, është më lehtë mi kaluar ato. Më lehtë mi kuptu. Prandaj edhe ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vallahi me këto kuptime I kanë të kaluar shumë mos pajtime. Shumë kollaj kanë kaluar ato. Qysh e ka kalu Khalid ibn Walidi kur është shkarku pejgamberit në betejë. Apo? Edhe pse pejgamberi sot na ka mësuar dhe ndëruar që kur janë luftë, kur janë krizë, situata apo mos më marr vendime të shkarkimit apo dënimit atë. Për shembull, lena luftë ushtria, edhe në zymni ushtarja ka vjedhur ushtarët e telefonit. Ama lena tash në betejë të shku. A zbatot ligji në këtë rast? Ja, do të më lënë më vonë. Se me më marrë është që kena me zbatu ligjin me te, me ja këput dorën, ka mundësi me kap nefë se me I këtë armiku atje, bën kufër. Dhe mos në ngos njëre. Të krym njerë beten, kur të qercum, tani, të krym punën që ka kem, tani mirën vesh, kanë sa kena me edenu apën. Apo? Nga se kjo rrezikon projekt në e betejës e të luftës. Megjithatë, Omeri radiallahu ta'ala anhu, apo me Khalidin se ka këshyr këtë punë apën. Anë që këtë më thonë, me ja dërgu të pikë betejës, ka I bën gati këtë më pe I sot, kur vjen që këtë letër, si ma I qije. Bosh është tari thjesht. Kjo është mësimi madho që ka të I kalu këtë. Pse? Ka se Khalidi ka thonë, a jam ushtari I qisaj punë? Po. A jam shërbim qisajna? Po. A jam pjesëtari që në? Po. Te ke fundit apo sa më rëndësi, një vjufsha në altë në qesin, mos një vjufsha të më qesin ku dojnë, më rëndësi është që tu jam. Më rëndësi është që tu jam. Prandaj ka thonë pejgamberi son për besimtarin e mirë, apo ka thonë për besimtarin e pejtësive ti është, ka thonë, në qoftë se kërkohet fil muqaddime, kana fil muqaddime. Qoftë është me qitë për para, e qitë për para. Wa in kana fi saqa, kana fi saqa. Qoftë kërkohet me lyp me qitë në fund, ujë me qitë, çatje ujë, se ka ai problem ku është. Më rëndësi është se a është në rrugën që duhet, a është në grupin që duhet, a është në shërbimin që duhet, a është fitimin që duhet, që kjo është më rëndësi. Prandaj,
kushtimet e caktuara që mund të vinë nga ana jon apo nga njëherë, edhe pse rrezikojmë këtë kryesorën, janë pjesë e keqkuptimit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo me çka ka rregullu keqkuptimin e ansarëve kur e kanë kuptuar se s'u japët e që meritojnë, na luftuam në këtë tash ai këtë. Ata e kanë pas më shumë veç se mos po kthehet. Apo pejgamberi son te Mekalit e çka jesëm na? E pejgamberi i ka kujtuar, ju ka thonë. Pse s'ju ka thonë fillimisht? Jo, ne ku bëj gjërat në s'kthena më kurr, edhe me kry këtë punë me fillim. Pse? Pse u ka përmend këto fillim pejgamberi son për shembull thonë që o ansar, jo pse keni këtë frikë? A mendoni se po kthena te muhaxherta, unë ku bëj hijrën njerëz, kthena më atje. Edhe me kry këtë punë me fillim. Sallallahu alaihi wasallam këtë punë për më tregu se mos u lidhni me këtë punë, a jam unë as jam unë. Apo a jam te ju punoni, si jam te ju punoni, apo mos u lidhni me këtë punë. Begatia më e madhe është a keni e nikon devijum, a udhëzut. A kuptuat fjalën që duhet. A keni marrë çita, po e kena marrë çita. Mas kësaj mos kanë për kurrë më. Apo asaj mos kanë më për kurrë. Edhe pse në fund i ka qetësu, unë pat më juve jam. Mirë po, do të më ditë renditjen. Kjo është mësim i madh vallahi kjo renditje, thot Ibn Hajar rahimullah, kjo është renditje e mrekullueshme e përmesë begative që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka bërë ashabëve të tij në këtë krizë që kanë qenë duke lënë mbi të ansartë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu janë disa prej dobive apo ndikimeve që kanë me këtë jetën tonë. Me kaq po japim fund për këtë pjesë, e vazhdojmë pjesën e dytë. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathir.